ka 20 orë shitën. Po tashti kam rrinë deri në 14.000 orë. Tash me pas tuk një zërës jo milioner. Pe 14.000-20.000 që kom e mri një zërës që kush as andër se ka po. Do thot që ato 3 villat janë 200 dishka mijera kanë kushtu që janë marru atje na që. Ai mbarët pellohet. Në 20.000 nuk mundesh me ndërtu edhe ata banor që kanë pas tuk këtu që dikur kanë thonë mirë na në çfarë veni kemi jetu, po ta ashtu lumt na që kemi pas këtu. Po nota kushton 400-500 euro një zë. Për 500 nuk e di, po në 100 nuk ka. Në 100 domethënë son flajnë. 350 villat më të mirë që janë 300 për po. Miqtë mi dashur, përshëndetje. Na sot kemi ardhur një zarc për me vizitu këtë fshat, i cili prej një fshatit shkatrum sot është kthy në një atraksion shumë të madh turistik. Ka ndryshu shumë gjana këto, janë ndërtu shumë biznese, shumë villa, na kena me shku me vizitu fshatin, edhe me taku ndonjë banor, i cili mundet me na fol pak më shumë për jetën këto. Hajde ne të shkojmë edhe ta shohim Jezercin. Muzaffer, profesori na foli për arsimin. Tja, kina e anekdot për arsimin. Me thonë rejtonë në mas mirë ti për çdo dukuri qoftë negative, qoftë do më thonë pozitive, si vërtet ose ase, mënyrë më të mirë që di me fol përmes anekdotës. Ndëgjova me vëmendje profesorin ka folke për arsimin edhe do më thonë ato që i tha si aluja speaker as presit, po unë vesh du me deklamu përmes një anekdote. Një plak ko gjënë moshë, shto sikur dhe e nazme, tash e kish pos një djali, po ai emin arsim. Shkon kënë shkollë me këshirë shkaj ko pun djali, kur shkoj në koridor atë, nuk di ke plak, kam jamoj, një profesor e shej edhe një me thot, profesor hajde, thot, qa mu i vetë një mu, qka e ardhë? Kjo thot je marrë me këshirë shkaj ko pun arsimi. Thot mërë arsimit ja kemi kojtë në onën, po ti shka po të finë me ditë. Ti po thot që arsimin qatë gjendje është, ha? Wallahi me nëj që nuk është në gjendje të mirë. Realisht borra gjithmonë bien, domethënë mbi institucionet ose mbi organet kompetente ose mbi persona domethënë të cilët e kanë kompetencë atë. Kështu ndi me folë të dojtë. Veç me anekdota. Baca Nazmi, unë du me të pyet pak edhe për vlerën e tokave këto. Këto janë Jezerci ka qenë i shkatrum. Pasi që jemi një Jezerc, e nisi obligim më informu pak për pomën edhe pikat ka është Jezercit. Se na fillim të Jezercit. Ajo kudra atje që po shifet për ballë është kaloja. Daton pe Bizantëve. Ilirët e kanë fillu Bizantët dhe ka themel halo shkatru, po ka themelet është një kalo tepër e vjetër. Ka komuniku me kalon e Goleshit dhe të Novobërdës, Artanës. Këtu po është gjatë luftës ushqimtare, këtu e kemi poshtë pikën e parë, qëtë lugin këtu e kemi pikën e dytë, këtu në krytë kodës kemi pikën e tretë, në kalo është pika 4 e luftime, dhe të Gura Kadisat e thujmë është pika 6 e luftime. Dhe thot Jezerc gjithmonë ka qenë arenë e luftime. Dhe të pika 6 janë pozicionet e Isa Buletini kur ka luftuar atëherë me turqët. Halo shifën pozicionet. Si Jezerc, thash, ka edhe histori, ka edhe ngjarje, ka edhe trashëgimi të gjitha. Super natyrë, super natyra është diçka e veçantë. Njerëz mentor të Jezercit ka qenë Ali Delia më herët. Ai ka shku në për pleshni që i thujmë në tash, deri në Shkodër, dhe thot një pleshnor i rangut të Ramadan Shaban të i rangut më të lartë. Dhe pre ati ka pas gjithmonë krer, mentor i Jezercit. Luftar ka pas gjithmonë. Në balli kombëtar që përmendi profesori më herët, kanë qenë disa luftar që janë me emër, Selman Hasani, Shaban Biba. Nuhaj se më hupi emri tina. Po, kur kanë bën një luftë të antenat atje ku po shifet, do thot kanë shku partizanët, po kryesisht kanë qenë serbë vendor. Asnjë ballist nuk ka vënë, ndërsa partizanët kanë mësu humbje të mëdha pe ballit kombëtar, se ata ballit kombëtar kanë qenë luftar eminent. Lufta e jonë që është bën 98-99, 98-ën në çdo pozicion kanë qenë 300 luftëtarë. Ndërsa forcat armike kanë 6.000 luftarë, 6.000 forse që kanë rreth Jezercin. Për gjitha unë është garantu, për na i kemi pas 9 dëshmuar, ata kanë mësu humbje të mëdha.
3 ditë lufta nuk kanë natë as ditë. Për mbrenda e Jezerës kanë qenë 2000 banorë që janë konë krah ideatë luftarë, me ushqime, me municionin kanë bajt, me çdo gjë janë konë shërbim të luftarët lirisë. Do thotë epopeja e Jezerësit, epopeja e Pragazit, epopeja e Kosharës janë 3 epopeje që kanë emër të vërtetë epopes. Të tjerë thonë, po nuk janë të tjerë, nuk janë gjanë. Epopeja ndoshta sigurisht edhe profesori e din, kur një rreth është me forca përballë që ndrojnë forca atje, po përmrejnë ishte një popullate edhe mrapa aty ishte popullate pa mbrojtje, edhe përmrejnë ishte popullate pa mbrojtje që ka gjë vështirë me luftuar. Pas lufte, Jezerë thash ka pas ramje e ngritjet edhe çmimit të tokës, po. E çmimit toka. Mas më intereson. Edhe si shumë se fëmijë që janë bë milionera njerëz. Para lufte njerëzit i kanë lënë shtëpitë, janë shpërngul se nuk u shit toka këtu. Para asaj periudhe, me shit një pjesë Jezerës që bler midis Frizaj sa dush tokë, do të çfarë shtrit ka shku. I ka rov vlerën nxerr, do të nuk u shit, e kanë lënë pjesa dërmuese ka lënë ka shku jashtë. Pas lufte, o ka një çmim tepër i lirë. Me 20 euro ka filluar blerja e parë. 3 këto ka 20 euro u shitën. Po tashti kam rrinë deri në 14.000 euro. Çfarë revolucioni është bën? Tash me pas tokë një Jezerë je milioner. Konë mirë me kujtë edhe atë jep një bijave, ajo kënë unë bijave hise. Jo, me vetë ajo keni dhonë. Bijave nuk jop në hese. Pse ka hyp shtrejt toka tash. Jo, veç ju të një mi mojta. Atëherë kur ish me dhonë me morë farë, ikshin edhe s'na vyt toka Jezerës. E tash e ka një shpeli. Tash po lypin, po s'jopin mo, se bijat e vjetra kanë shku, nipa s'jopin. Unë se nip veç jam të ngu, nipat këta i kanë turt. Nipat e Jezerësit janë sukur delet. Deli është kafsha më e butë. Veç boni e shtini kryt në tarçok, nuk e nxerr pa marrë diçka. Ka që shumë ju më ka sillën ka dojt, e më t'i marrë me të mirë. Nuk jem t'ju bon zonë. Nuk jem t'ju bon zonë. Po të këshyë farë me marrë diçka, po rahmeti tyne. As po më në sheq me Nuk besoj që i mlëshojnë dhe më thonë tur, thotë. Qyshin njohë një Jezerë. Është me rëndësi, Jezerët ju ka kthy perspektive. Edhe ata banorë që kanë pas tu këtu, ata janë që diku kanë thonë mirë në çfarë vendi kemi jetu, po ta shtojnë lumë na që kemi pas këtë tokë. Se tokë me perspektivë, do thotë çdo vit ka hyp me 1.000-2.000 euro, çdo vit është rritje. Tash ti përmes komuna, përmes qeverisë i ka shtruar një 30 orë, 30 kilometra rrugë, edhe 15 kilometra janë shtu tash, do thotë çdo lagje, çdo asaj ka mushtruar në asfalt. Me njëherë nëse u kon 4.000 ka shku 6.000 shkon çmimi. Do thotë pe 14.000 20.000 që ka me mri një Jezerë që kush as ëndër se ka po. A më interesant, e kisha, po tham fillimisht rrugën e parë që kom nis për Jezerës pe bashkimit Lumeve deri te lagja Oksmal te villa e profesorit. Pengoj keni kujshi joni, s'pja përmen emrin, e do është të vesh për thamë, jam të shtru asfalt. Po më thëtë të nëzmi, në shtru asfalt, jo 8 metra sa për lytë, 18 të ime në të vlave, tha unë e përgjishtë, po thas, as andë nuk e shata. Ajo kohë diçka që to shka ka ndojë një Jezerë shka kurse e ka imaginu, me kaluar njerëzit me kerë, me këto vetur që thash me kuale, ju kanë zatet bartë në përlisë, ka qenë infrastruktura rrugore shkret ka qenë më herët. Se sërbet dhejtë bashkimi Lume dhe asfaltin këne kurse janë interesu një Jezerës me investu. Se gjithmonë e kanë po rrezikën për këtyne banorë, se banorët e Jezerës kanë qenë malësor, kanë qenë njerëz pak më të veçum për të tjerëve, edhe janë shqu për tremni edhe për guzim gjithmonë, se edhe luftën thash të ballit kombëtar, edhe luftën e partizanëve, edhe lufta tash e fundit Jezerës ka qenë arajë e luftimit gjithmonë, do thotë këto zonë luftime, i ka përcjell historia, vendi, relevi. Kanë thonë plesh nuk po lufton Kelmendi, po lufton vendi. Dhe këtu janë bashkuar edhe vendi edhe Kelmendi, edhe luftat gjithmonë kanë qenë të suksesshme. Do thotë që ato 3 villat janë 200 diçka mijëra kanë kushtuar që janë marrë atje na, që po thojmë çmimi më i lartë. Ai varet pellohet. Në 20.000 nuk mundesh me ndërtu. Ju kisha bë apel rinjës që thehen Kosovës ta morrin punën seriozisht, se Kosova është djepi i nonave të i fëmijëve tonë. Shumë njerëz vinë këtu për një javë ditë për më shëru, për pika të gjakut të ndryshme, vinë veç për shëndet. Apo shkojnë nipat e dojt shpesh? E dyta thash, i ka fajet doja pak se doja du të më thirrë në nipat me nej dreka me nej dark, mos rëpit veç kur vinë nipat.
E treta tha shiko fajt edhe qeni, se qeni I mirë, siç e kemi në rastin e qenit Sharrit, kur ka ardhur musafir jabanxhia, ai ka dal, e ka le, e ka zonë jesir, e ka zonë rob jabanxhi. Ka pengu. Nuk e ka hungur, por nuk e ka lshu me livri derisa ka ardhur zoti I shtëpisë Me ditë kush është. me ditë kush është. Domethënë te tret kanë kapa. Gjithë I lonshin ma shumë faj nipit. Thash more unë ty qysh jam se kur dorë ka drejtë më zën taksi rroti ka të sill. Jo prej sholla se kja të patat. Unë të pëkthejna edhe njëherë të qato çmimet e villave. Bacanazmi, apo duken mjaftueshëm, apo duken shtrejt, apo duken lirë, 500 euro. Unë e di që ka edhe 500 euro këtu një zartë. Po ka edhe 500, bo fjolla. Amo, aja vlen edhe... E tha Muzaferi është çmim tregu. Ai që ka parë shkon atë shtrenjtë, ai që është pak më lekë vjen atë më të lirë. Se ka më lirë se 100 ka vende, do thotë njëri zgjedh ato sipas kaçikut vet, sipas kuletës vet. Po megjithatë është mirë se vinë me vizitu këtë vend se kënaqen. Ata që e rezervojnë për një javë ditë, do thotë nuk ka nevojë të shkojnë në deti ose që thonë Brazavis, çka klim Brazavis është këtu. Dhe natyra releve, shumë njerëz vinë këtu për një javë ditë për më shëru, për pikat gjakut të ndryshme, vinë veç për shëndet, vinë për ilaç, për shënim, jo për atraksion kështu. Po thash vinë për na çat villën për verën ashme 2-3 javë I kemi siguru pe Azis atje, çata kuvat janë asaj. Okej, do më prej Azis. Ata që vinë një herë, ata çojnë tërë njerëz, çojnë shokët e vet, ja është rezervuar. Edhe shumë mirë kështu për Kosovën se turizmi është pjesë shumë e rëndësishme për shtetin. Do thotë këta njerëz leje që përfitojnë për vetë, po edhe janë edhe shteti. Edhe emnisi e Zers është për tri edhe përmend gjithkund, edhe si Kosovë, do thotë e kemi një vend mirë, ndër më të mirë për tham Kosovë. Se profesori tha për ka reliefi e Zers është territori më I madh tash në Kosovë. Ma herët ka qenë unik ku ka qenë fshat territori më I madh, tash ajo bë komunë si relief, si territori I Zers tash në Kosovë është më I madh. E vërtet. Këtu është ajo. Po apo kushtojnë villat shumë më ndërtu. Sa sillet vlera e një ville? Po, ndërtimi sa kushton një villë? Varet pe llojet. 20.000 për pjesë, varet çka shtin, çfarë sa hapësina çfarë si. Ajo nuk mund me dhon çmim në 20.000 nuk mundesh me ndërtu e përpjet po. Do thotë që ato 3 villat janë 200 diçka mijëra kanë kushtuar që janë marrë atje na që po thojmë çmimi më I lartë është. 230.000 60.000 që ashtu ka shku çmimi tyne. Ato janë 5.000, po këto tjerë gjitha kanë kusht tash. Normal, absolutisht. Kanë bo këse jacuzzi, po thonë me masazhe, kanë bo bazen, çdo vit shumica vill kanë bazen, do thotë vinë njerëz gjysmë Bregdet, edhe rrezitën, edhe ka kushta burrën e vet. Vinë për festë, ditëlindja, fjalë nuse, dorës me të vogla kështu, këti bojnë në për villë tash. Këto e rezervuar, filan ditën kam dashur e rregullojnë ato farë shumë mirë. Dekoruesat vinë, dikush tjetër I dekoron ato, do thotë janë bon zonë tepër e mirë. Për fund, do ne po të pyes, a e ki edhe diçka të fundit që do më na tregu për Jezercin? Edhe masani na një mesazh na jep. Unë ftoj të gjithë, jo vetëm kosovarët, po edhe gjitha trojës shqiptarët vinë ta vizitojnë këtë relief, këtë fshat që ka një bukuri të veçantë natyrore, ka histori, ka trashëgimi, ka bukuri. Do thotë ai që vjen këtu nuk zhgënjehet sepse ka shka shef, ka kurren, ka shka frymëzohet. Pe një natyrë të bukur, pe një mikpritje pe banuar shumë nivelet më të lartë dhe ka edhe kënaqet edhe vet, kuptohet. Po për rinin, a ki diçka për mi thonë? Rinijës do t'i apeloja mos e mendoni ta ktheni kokën nga perëndimi ose vende të tjera që po thënë të zhvillume, sepse vendi joni ka gjitha ato kushte, vetëm duhet mu punu. Duhet më përkushtu këtij vendi sepse këtu e ka të bashën ku mund me kultivu të ardhmen, po them bashë si territor shtetënor, një vend ku mund me dhon kontributin e vet dhe frutet me vjelën vet edhe pasardhësit e tyre. Muzafer, a e kini mesazh të fundit ti për rinin? Edhe për njerëz që shikojnë këtë video.
I thash edhe ma herët këtë porosin për gjeneratat e reja, po kur po I kujtoj që to e po I shoh që to male të bie kështu të jezerës dhe kur po ndëgjoj dojën të folë edhe për trimni, më kujtohet sepse e kam dëgjuar edhe prej nane dhe më kujtu një anekdotë. Një bie jezerësit vjen, domethënë këtu të panë, edhe e përkun ke djalin me kam se kish dur të zanta të punu në kasnak. Nana për të hiqe djali, mëse përkun me kam, përkun me dol. Tha pse non s'ka thonë. Tha se thunë jezerësi e shqiptarët në përgjithësi kur se ka ndoru kamën e huj. Ju kisha bë apel rinjes që t'i kthehen Kosovës, ta morën punën seriozisht, të arsimohen edhe se Kosova është djepi I nonave të I fëmijëve tonë, I të parëve tonë, edhe të kthehemi në djepin e vjetër këtu në Kosovë, tokën e Kosovës. Shikus nderuam edhe shumë të respektuam, na ju përshëndesëm shumë prej Jezerësit, bashkë me Nazmi Hajdarin, Muzafer Osmanin edhe Osman Pirën. Ju përshëndesim prej Jezerësit edhe po shpresoj që keni kaluar shumë mirë me neve. Kaleni bukur, shihemi prapë. Po nota kushton 450 euro një zë. Për 500 nuk e di, për nër 100 nuk ka. Nër 100 do më thonë son flajnë një zërë. 350 villat më të mirë që janë 300 për një për po. Nipi e kovenin më nderu. A dëni mi dha hise Tokyo milionera. Po ka hise për nipi ka hise ku dën. Unë jam ka pres, unë thash që nipat jezerësi kanë shumë mirë janë se kur ato delet. Delja më e but s'ka. Po është një kryet në tarçok. Nuk e nxjerr pa morë diçka. Do me thonë ju jeni njoftë edhe për trimni shumë, për mikpritje, për... A I keni halo që të tradita sot, se ka ndryshu vite, do me thonë sa janë bo gjonat ka ndryshuar, po të banorët e Jezerësit, të banorët e Jezerësit, ku do që është, I thua do mësafer urdhënat hynë mrenda. Edhe nuk mund me lëshu pa një kafe. Nuk mund, pa këto është tradita jone, halo nuk është du kjo pjesë. Dhe tash ka posa do u dhe një Jezerës, kanë mori ndërtu se peshën njerës të të interesu me bo diçka për trashëgimin, mikpritja të Jezerësas gjithmonë ka qenë se e tha profesor, kjo ka qenë rrugë kaluese. Njerëzit kanë tregtuar, Jezer gjithmonë ka gjetë vend për me pushuar, me strehu kafshët edhe me bujt. Nështë 2 net ka bujt me pushu mirë edhe me vazhdu të tjerë. Te mikpritja, gjithmonë këtu janë Jezerësi domethënë ka vazhdu mikpritin seneve se ka ndryshu pak diskursin. Dikur në Jezerës, mollat më të mira në raft që I kanë loni, kanë rujt, veç nipat kanë pos drejt mi morë, pa e vetë kërkan heq. Një ditë prej dhe që takova dhe në shefki aty, pi thamë mërë doj, thamë kështu këtu një herë, thash, I lonë shi do molla, ato molla në raft, veç nipi ka pos drejt pa I morë, me I morë pa e vetë kërkan heq. Thash, as po ko molla që ka u bo kështu. Tha ja bre, nip, tha me thonë drejtën, tha molla, po ko, tha po thash, po ne morin dhe nurt vend nipave. Do me thonë ti si nip ku ke shkëni pak me dojt. Pak, që ka që. Këto e ka anekdot që e ka vjedh pe vendu tjerë se një Jezerës nuk do dhe jo. Ndodh po Nuk do dhe, në te Jezerësanit nuk do dhe. Nipit do një mi dha Nipi e ka venin më nderu. A do një mi dha hise Tokyo milionera. Po ka hise për nipi ka hise ku dën. Unë jam ka pres, unë thash që nipat Jezerësi kanë shumë mirë janë se kur ato delet. Delja më e but s'ka. Tja peshe Po është një kryet në tarçok. Nuk e nxjerr pa morë diçka. A shë provë, kjo është mësafer ka orë ka bëj, po e ka gjithë mikpritet të këta njerës. Kërkush nuk e këqyë me sy të kesh. Kërkush ka kanë, po të kuptoj, po na kemi hapë zemën. Do thot, nuk kemi dalë zëtë ki veni me jetu o kështu, po të tjertë I adhërojmë, se më një forme kanë gjallë nuk këtë pjesë ki veni, se për ndryshe kesh me jetë pa njerës, po. Për shembull Baca Osman, profesori, ka ardhur, ka blet tokë, do me thonë prej Ferizojt, ka blet tokë edhe ka ndërtu villë në Jezerë. Është knasi që këta njerëz ka vinë njerëz civilizum, njerëz të arsimum, nuk vinë që thuaj mi fjallë bashkë bëzu, po, këtë njerëz që kanë kapital edhe menduar edhe material, është knasi. Për këti sigur t'i ka pëlqy edhe kojshilloku Me provë jemi njoftë herët, po thash kë... Thash e një bo dhe kojshime Po, kuptua se kë e ka ditë edhe vendi, e ka ditë edhe mikprit një Jezerësase, po, normal. Kuptua. Tash, të thash edhe ma herët, janë ndërtu shumë villa, janë zhvillu shumë biznese këto. Ti edhe vetë ki villë. Unë e kom një që dejnë 450 euro, shkojnë, qërat not, do me thonë, nota kushton 450 euro një Jezerës.
Për E di që kushton, për 500 nuk e di, për nër 100 nuk ka. Nër 100 nuk ka. Nër 100 do më thonë son flajnë 350 të ofër profesorët atje është 300 villat më të mirë që janë. Do më thonë një natë një për një po. Lëshohet një natë, ai të go 3 villa, do thotë 3 copa 300 euro e merr natë. Na e kem ka 150 euro natën, edhe 200, do thotë këtu nër 150 të na s'ka për shemb villë që më mbajmë na. Ju ka kthy thash perspektiva këtij vendi. Ju ka kthy njerëz me fitu këtu ku jetojnë. Po. As Zvicë nuk ka valla që. Unë suku tha profesor natë e dytën e kum ikën një djalë llavët e kum çuar në Gjermani, më kanë gjetë punë, kum thonë jos. Nuk kum ndar me punu. Se jam jurist, kom pas vend në punë sekretar shkolle. Ma vonë kum pas lutën në agjencion statistikë kum punuar. Këto 13 vjet atje 19 vjet e kum bën. Fëmin nuk i kum lënë kur me lakmun perëndim. Gjithmonë ku thonë mësoni kryeni shkollën në këtu, gjithë e kam me fakultet, 2 reja i kum, njëna është e fejume, njëna e martë, të dyja në fakultet do thotë nëse ti kontribon këtu edhe rezultati ka me qenë. Absolutisht. Të gjithë fëmijë kam me fakultet, të gjithë janë të punësuar.